Përshëndetje të gjithëve të nderuar televizionistë nga edicioni orës 16, pas pak në lajme do të ndiqni. Presidenti Begaj ka dekretuar ndryshimet në qeverinë Rama, propozimet e kryeministrit u depozituan në presidencë ditën e hënë, ndërsa ministrat e rinj pritet të votohen në seancë plenare. Protesta e radhës kombëtare e opozitës do të zhvillohet më 12 mars. Ky është vendimi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike ku Berisha akuzoi kryeministrin Rama se po mbron korrupsionin. 2 policë mbetën të plagosur gjatë një operacioni për kapjen e një personi në kërkim, një prej tyre ra nga një mur duke pasur goditje në kokë e në trup. I arrestuari ishte dënuar në Itali për trafik droge dhe prostitucion. Në Kosovë vijojnë takimet e kryeministrit Kurti me partitë opozitare për gjetjen e konsensusit për emrin e ri të presidentit. Afati përfundon nesër dhe në rast dështimi vendi shkon në zgjedhjet parakohshme. Një raketë lëshuar nga Irani është rrëzuar brenda territorit të Turqisë. Nuk raportohet për persona të lënduar, ndërsa autoritetet turke e kanë quajtur një veprim të pakontrolluar nga Irani dhe NATO dënon aktin. Dhe ju njohim tani më gjerësisht me materialet e përgatitura. Presidenti Begaj ka dekretuar ndryshimet në qeverinë Rama, propozimet e kryeministrit u depozituan në presidencë ditën e hënë, ndërsa ministrat e rinj pritet të votohen në seancë plenare. Presidenti Bajram Begaj ka dekretuar 7 ndryshimet në kabinetin qeveritar të propozuara nga kryeministri Edi Rama, të cilat tashmë presin miratimin nga parlamenti. Riorganizimi i kabinetit qeveritar u bë i njohur gjatë mbledhjes së grupit parlamentar socialist. Begaj ka dekretuar shkarkimin nga detyrat të Belinda Ballukut nga posti i zëvendës kryeministres dhe ministres së infrastrukturës dhe energjisë. Enea Karakaçi është dekretuar si ministri i ri i infrastrukturës dhe energjisë. Zëvendës kryeministja e re do të jetë Albana Koçiu, e cila zëvendësohet në krye të Ministrisë së Brendshme nga Besfort Lamallari. Ky i fundit është dekretuar si ministër i brendshëm. Në vend të Elisa Spiropalit në Ministrinë për Evropën dhe Punët e Jashtme, është emëruar Ferit Hoxha, deri më sot ambasador i vendit tonë në selinë e Bashkimit Evropian në Bruksel. Në vend të Piro Vengut në Ministrinë e Mbrojtjes do të jetë Ermal Nufi, ndërsa në krye të Ministrisë së Drejtësisë do të jetë Toni Gogu, i larguar nga detyra si ministër për marrëdhëniet me parlamentin. Vendin e tij e ka zënë deputetja e Vlorës, Eriona Ismaili. Protesta e radhës kombëtare e opozitës do të zhvillohet më 12 mars. Ky është vendimi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike ku Berisha akuzoi kryeministrin Rama se po mbron korrupsionin. Më 12 mars Partia Demokratike do të zhvillojë protestën e radhës kundër qeverisë Rama. Kreu Demokratëve ka paralajmëruar se protesta do të zhvillohet para parlamentit, kur do të votohet për heqjen ose jo të imunitetit të deputetes Belinda Balluku. Do t'i përgjigjemi në mënyrën më të fuqishme dhe u kam besim se do i përgjigjemi. Data 12 është kryengritja e radhës. Ftoj qytetarë shqiptar të bashkohemi kundër kreut të kësaj organizate kriminale, por t'i dhanë përgjigje merituar për vjedhjet e tij dhe për tradhtinë e lartë kombëtare. Nga mbledhja e grupit parlamentar, Berisha akuzoi kryeministrin Rama se po mbron korrupsionin dhe përpasoj po mbyll dyert e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Veten e nxjerr mbi ligjin, por tani devion dhe orientimin kryesor 33 vjeçar të shqiptarëve drejt Europës. Dhe bën këtë pa pyetur asnjëri. Kemi të bëjmë me veprime in extremis të një njeriu që i mbështetur me shpatulla pas murit nga 10 dosje. Tani propozon nuk na duhet Europa, por Ballkani i hapur. Teksa thotë se Rama me veprimet e tij po azgjeston sistemin e drejtësisë, kryedemokrati shprehet se protesta e Partisë Demokratike nuk do të ndalojnë deri në largimin e kryeministrit. Dy policë të forcave shqiponja mbetën të plagosur gjatë një operacioni për kapjen e një personi në kërkim. Një prej tyre ra nga një mur duke pësuar goditje në kokë dhe në trup dhe u transportua me helikopter drejt spitalit të traumës. I arrestuari ishte dënuar në Itali. Dy efektiv të forcave shqiponja janë lënduar gjatë një operacioni policor në Dibër.
Ata ishin pjesë e një aksioni për kapjen e një personi i cili ishte në kërkim. Gjatë këtij operacioni, 2 efektivët kanë rënë nga një lartësi, e njëri prej tyre mori lëndime më të shumta u transportua për në spitalin e traumës në Tiranë. Bëhet fjalë për Gentian Medën, i cili ka marrë lëndime në gjymtyr dhe trup, ndërsa një koleg i tij mori dëmtime në këmbë dhe ndodhet në spitalin e Peshkopisë. Ngjarja ndodhi në fshatin Kërçisht të Maqellarës, ku qëndronte i fshehur Klodian Llomi, që mban edhe mbiemrin Mazari. Ky fundit u arrit që të arrestohej nga policia, ndërsa ishte në kërkim nga autoritetet italiane për organizat kriminale, ushtrim prostitucioni dhe trafikim të lëndëve narkotike. Gjykata e apelit në Rom e kishte dënuar Llomin me 6 vjet e 7 muaj heqëlirie, dënimi i cili ishte njohur edhe nga autoritetet shqiptare. Pas arrestimit, Klodian Llomi pritet i nënshtrohet edhe procedurave të ekstradimit drejt shtetit fqinj. Energjia nga dielli po merr një rol gjithnjë më të rëndësishëm në prodhimin vendas të energjisë elektrike. Të dhënat më të fundit të publikuara nga Instituti i Statistikave tregojnë se në një vit me rënje të prodhimit nga hidrocentralet, energjia diellore shfaqet si alternativa që balancon sistemin dhe ul varësinë nga importet. Energjia e rinovueshme po fiton terren në vendin tonë me diellin që po kthehet në një burim gjithnjë më të rëndësishëm për prodhimin vendas të energjisë elektrike. Sipas të dhënave të publikuara nga Instituti i Statistikave gjatë vitit 2025, prodhimi nga prodhues të tjerë ku përfshihet edhe energjia fotovoltaike arriti në 984 gigavator, pothuajse 2 fish krahasuar me një vit më parë, duke shënuar një rritje prej 94.3%. Në një vit ku prodhimi nga hidrocentralet randjeshëm për shkak të kushteve hidrike, energjia nga dielli po shihet si alternativa që diversifikon burimet dhe ul varësinë nga importet. Vetëm në 3 mujorin e 4 të vitit 2025, prodhimi nga burimet e tjera të rinovueshme arriti në 208 gigavator, me një rritje të dukshme krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Ky zhvillim vjen paralelisht me rritjen e konsumit familjar të energjisë, që u zgjerua me 6.8% gjatë vitit. Në një treg energjie gjithnjë më të paqëndrueshëm në rajon, dielli po kthehet në garanci për më shumë siguri energjetike dhe stabilitet afatgjatë, ndërkohë që prodhimi neto vendas ra me 4.7%, importet e energjisë elektrike u rritën me 26.5%, duke e thelluar varësinë nga tregjet e jashtme. Tur operatorët shprehen entuziazm për rritje të numrit të turistëve të huaj këtë vit, më së shumti të interesuar për të kaluar pushimet në Shqipëri janë gjermanët, italianët dhe francezët. Ky vit ka nisur mjaft optimist sa i përket sektorit të turizmit në vendin tonë. Sipas ekspertëve, kemi një rritje me mbi 8% të interesit të huajve për Shqipërinë gjatë kësaj periudhe ku dominojnë vizitorët europian që ndalesën e parë kanë në kryeqytet. Janari shkurt i marsi kanë një cëri shumë të nda, janë diku të mbi 8% krahasuar me vitin e kaluar. Më tepër janë europianët cilët e vizitojnë në numër më lart të tyre, kryesisht gjermanët, francezët, italianët e përfshirë të rajonit. Pjesë e mirë e vendeve kryesisht që përqendron më tepër janë tek Tirana, Durrësi dhe Kryeja, duke qenë se janë dhe më afër me aeroportin tonë, dhe një pjesë e mirë e tyre kryesisht shohin atë pjesën apo atë historinë e vjetër që ne kemi. Gjatë pranverës, fundjavat kanë më shumë fluks vizitorësh të huaj të grup moshave të ndryshme. Turizmi bëhet gjithë vjetor, gjithë destinacionet e Shqipërisë tani janë këtyre destinacionet të cilat frekuentohen nga të huajt. Më tepër gjithmonë është fundjava. Pjesë e mirë e tyre preferojnë premten, shtunën, diel, kryesisht për të patur mundësi që të pushojnë Shqipëri. Ka interes edhe të rive. Ndoshta pjesa më e madhe të rive zgjedhin të vinë edhe në mënyrë individuale, jo me grupe ose me paketa. Target grupi mbetet gjithmonë mosha mesme dhe mosha lart, të cilët me grupe të organizuara arrin të vizitojnë vendin tonë. Pritshmëritë për 2026 nga tur operatorët dhe ekspertët mbeten të larta për një sezon turistik me flukse vizitorësh gjithnjë në rritje. Një fenomen i rrallë ka ndodhur në bregdetin e Shëngjirit. Në këtë zonë është vënë re tërheqje e theksuar e ujit, deti është larguar me të paktën 20 metra duke krijuar një breg të dytë rëre. Për specialistët e mjedisit, një situatë e tillë është e veçantë për këtë zonë, ndërsa është ndikuar nga moti dhe presioni i ajrit. Fenomeni ka tërhequr vëmendjen e banorëve të zonës. Olanda shpreh interes për të aplikuar modelin italo-shqiptar për azil kërkuesit. Kryeministri ka deklaruar se ka shtete që janë të hapura të përpunojnë kërkesat e emigrantëve në territorin e tyre.
Në takimin me presidenten e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, kryeministri i ri holandez Rob Jetten ka diskutuar idetë për ngritjen e strukturave jashtë territorit të shteteve anëtare të Bashkimit Evropian, të destinuara për të përpunuar në mënyrë më të shpejtë kërkesat e azilkërkuesve. Sipas mediave vendase, kryeministri Jetten ka shprehur interes për të eksploruar modele emigracionit të ngjashme me marrëveshjen mes Italisë dhe Shqipërisë, si një zgjidhje e mundshme për sistemin holandez të përballimit të kërkesave për azil dhe më gjerë për atë në nivel evropian. Edhe pse një ide e ngjashme ndjekur nga qeveria e mëparshme holandeze që përfshinte Ugandën dështoi, Jetten u shpreh se ky koncept është larg të qenit i ezauruar. Sipas tij ka shtete të tjera të hapura ndaj kësaj alternative për lejimin e përpurimit të kërkesave për azil në territorin e tyre. Jetten ka zhvilluar diskutime për këtë çështje edhe me disa homologë evropian, përfshirë kryeministrin italiane Giorgia Meloni. Holanda dhe Italia kanë punuar vitet e fundit së bashku në udhëheqje të një grupi shtetesh evropiane për të gjetur zgjidhje inovative në përballimin e imigracionit të paligjshëm. Kosova ka hyrë në orët vendimtare, deputetët ose duhet të zgjedhin presidentin ose vendi shkon në zgjedhje të reja. Lëvizja vetëvendosje dhe Partia Demokratike e Kosovës kanë mbledhur deputetët për të diskutuar, ndërkaq që ende nuk ka emra zyrtarisht. Ditë më parë, kryetari i PDK-s Bedri Hamza bëri të ditur se oferta e tyre e fundit për një dakordsim me lëvizjen vetëvendosje për çështjen e presidentit është që emri për president të propozohet nga PDK-ja dhe të marrë mbështetjen edhe të VV-s. Pra lëvizjes vetëvendosje. Konflikti në lindjen e mesme ka hyrë në një fazë të paparashikueshme në ditën e 5 të sulmeve. Izraeli ka bombarduar bazat ushtarake të Iranit, ndërsa ky i fundit ka shënjestruar disa objektiva në Emiratet e Bashkuara, Kuvajt e Katar. Dita e 5 të luftimeve ka nisur me goditje masive në zemër të Iranit. Ushtria izraelite njoftoi se ka bombarduar me sukses selin qendrore të forcave të sigurisë në Teheran, duke shënjestruar direkt komandën e lartë të regjimit. Paralelisht, forcat ajrore izraelite kanë vijuar operacionet në Liban, ku mbeten të vrarë të paktën 4 persona pas goditjes së disa bazave të dyshuara të Hezbollahut në Beirut. Nga ana tjetër, komanda qendrore e SHBA-s bëri me dije se janë goditur rreth 2000 objektiva brenda Iranit që nga fillimi i fushatës. Admirali Brett Cooper deklaroi se marina iraniane është praktikisht e asgjësuar, pasi forcat amerikane kanë fundosur 17 anije luftarake të regjimit. Aktualisht, në terren janë angazhuar 50.000 trupa, 200 avion luftarak dhe 2 aeroplan mbajtëse. Teherani shënjestroi edhe konsulatën amerikane në Dubai, ndërsa raketa balistike goditën bazën ajrore Al Udaid në Katar. Garda revolucionare konfirmoi lëshimin e 40 raketave drejt aseteve perëndimore dhe shpalli mbylljen e ngushticës së Hormuzit, një lëvizje që bllokon rrugët kryesore të tregtisë së naftës. Konflikti ka prekur edhe shtetet arabe të gjirit. Katari njoftoi se sistemet e tij mbrojtëse kanë asgjësuar 10 dronë dhe 2 raketa iraniane. Megjithatë, raportohet për goditje të objektivave civile në Emiratet e Bashkuara, Katar dhe Kuvajt, duke rritur pasiguri në rajon. Përshkallëzimi ka detyruar evakuimin e menjëhershëm të shtetasve të huaj. Ambasada pakistaneze në Teheran nisi largimin e qindra studentëve përmes një rruge toksore 1500 km drejt Zahedanit. Ndërkohë, Siria ka mbyllur pikën kufitare me Libanin pas paralajmërimeve të Izraelit se ky kalim mund të jetë objektiv i radhës. Edhe pas kërcënimit të presidentit amerikan për sanksione ndaj Spanjës, kryeministri Pedro Sánchez seroi sërish pozicionin e vendit të tij, duke konfirmuar se nuk do të përfshihen në luftën ndaj Iranit. Kryeministri spanjoll Pedro Sánchez në një fjalim të drejtuar kombit ka konfirmuar se Spanja nuk do të bëhet pjesë e asaj që ai e quajti
një katastrofe paralajmëruar. En este conflicto deben cesar inmediatamente. Kështu nisin fatkeqësitë e mëdha të njerëzimit. Nuk mund të luhet rulet ruse me fatin e miliona njerëzve. Pozicioni qeverisë ime përmbledhet në 2 fjalë: jo luftës. Reagimi i Madridit vjen në një kundërpërgjigje direkte ndaj presidentit amerikan Donald Trump, i cili kërcënoi Spanjën me sanksione të ashpra tregtare pas ndalimit të përdorimit të bazeve ajrore dhe detare në jug të Spanjës nga forcat amerikane. Duke sjellë në vëmendje pasojat e luftës në Irak, Sanchez paralajmëroi se destabilizimi i Iranit do të sillte vetëm rritje të terrorizmit dhe kolaps të çmimeve të energjisë. Nuk do të jemi bashkëpunëtor në diçka që është e keqe për botën dhe bie ndesh me vlerat tona, thjesht për të shmangur akmarrjen e dikujt. Kjo krizë diplomatike vendos Madridin në një pozicion delikat brenda aleancës së Atlantikut të Veriut, duke krijuar një hendek të ri mes Europës dhe Washingtonit zyrtar. Një kompani kineze ka prezantuar prototipin e ri të smartphone-it robot, por njëkohësisht edhe një robot humanoid për ndihmë shtëpiake. Prezantohet smartphone-i i parë robot në panairin teknologjik të Barcelonës. Kolosi teknologjik kinez Honor ka ekspozuar prototipin e ri të smartphone dhe njëkohësisht edhe robotin humanoid për ndihmë shtëpiake. I pari quhet Robot Phone dhe është një telefon me forma tradicionale, por ka edhe një mekanizëm sy robotik që del nga trupi i smartphone-it fal disa motorëve të vegjël të instaluar që bëjnë të mundur lëvizjen. Mund të shkrep foto dhe video për shërben edhe si instrument për të vërtetuar mjedisin rrethues me një rrotullim prej 360 gradë. Drejtohet nga një software i inteligjencës artificiale që i jep lëvizjet sipas kontekstit, përgjigjet ndaj ndërveprimeve përmes një asistenti digital i quajtur JoJo. Kjo është era e parë dhe do shohim se si do plazmoj gjeneratën e ardhshme të teknologjisë përfshirja e inteligjencës artificiale me algoritme të ngjashëm me ato të automjeteve me drejtim autonom për të identifikuar objekte, fytyra dhe thellësi. Gjithashtu produkti tjetër ka ngjallur këshëri, roboti humanoid i krijuar në ngjashmëri me njeriu. Ideja e kompanisë është krijimi i humanoidëve komercial për ndihmë gjatë pazareve dhe blerjeve, inspektime në vendet e punës, shoqëri dhe mbështetje e ndihmë fizike të personalizuar. Një studim i realizuar nga një grup pune mes universiteteve italiane dhe atyre norvegjeze ka zbuluar se muskujt kanë kujtesë. Ky mekanizëm mund të ndihmojë në projektimin e strategjive më efikase për shërim. Edhe muskujt kanë memorie dhe arrin të kujtojnë periudhat inaktive. Bëhet fjalë për raste dëmtimesh, sëmundje apo dhe rënje e aktivitetit për shkak të moshës. Kjo kujtesë molekulare ka shumë ndryshim në bazë të moshës, pra te të rinjt dhe të moshuarit. Tek të parët ndihmon në rekuperim, ndërsa tek të moshuarit rëndon më tepër përkeqësimin. Zbulimi dhe faktimi i këtij mekanizmi është mjaft i rëndësishëm pasi mund të ndihmojë në projektimin e strategjive më efikase për shërim, duke përzgjedhur edhe ushtrimet e duhura dhe intensitetin e tyre. Muskujt e trupit kujtojnë histori force dhe dobësie, dhe këto memorie molekulare, sipas autorëve të studimit, mund të grumbullohen me kalimin e kohës, duke ndikuar në mënyrën se si përgjigjen kur përballen me një tjetër periudhë inaktiviteti si pasojë e një lëndimi apo dëmi. Studimi është publikuar në revistën Advanced Science dhe është realizuar nga një grup pune mes universiteteve italiane dhe atyre norvegjeze. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion, Lajmesh, faleminderit që na ndoqët.